Dita e Arafatit. I plot pushtetshëm dhe që nuk i mungon asgjë e nuk ka nevojë për asgjë, është ai, Arshi të cilit është në qiell. I plot pushtetshëm dhe që nuk i mungon asgjë e nuk ka nevojë për asgjë, është ai, sundimi i të cilit është në tokë. I plot pushtetshëm dhe që nuk i mungon asgjë e nuk ka nevojë për asgjë, është ai, vendimi i të cilit është në varre. I plot pushtetshëm dhe që nuk i mungon asgjë e nuk ka nevojë për asgjë, është ai, rruga i të cilit është në det. I plot pushtetshëm dhe që nuk i mungon asgjë e nuk ka nevojë për asgjë, është ai, pushteti i të cilit është në zjarr. I plot pushtetshëm dhe që nuk i mungon asgjë e nuk ka nevojë për asgjë, është ai, mëshira i të cilit është në xhennet. I plot pushtetshëm dhe që nuk i mungon asgjë e nuk ka nevojë për asgjë, është ai, drejtësia e të cilit është në kiamet. I plot pushtetshëm dhe që nuk i mungon asgjë e nuk ka nevojë për asgjë, është ai, që qiejt i ka ngritur lart. I plot pushtetshëm dhe që nuk i mungon asgjë e nuk ka nevojë për asgjë, është ai, i cili nuk ka strehim e shpëtim prej tij, vetëm se te ai. I plot pushtetshëm dhe që nuk i mungon asgjë e nuk ka nevojë për asgjë, është Allahu. Falënderimi e lavdërimi i takojnë vetëm Allahut. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe Allahu është më i madhi. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Ai është i vetëm. Ai nuk ka shok e ortak. Vetëm atij i takon sundimi plot. Vetëm atij i takon falënderimi e lavdërimi. Ai bën të vdesin e ai ngjall. Ai është i gjalli që nuk vdes. Në dorën e tij është mirësia dhe ai është fuqi plot mbi të gjitha sendet. Unë i kërkoj faljen e mëkateve vetëm Allahut, përveç të cilit nuk ka zot tjetër. Ai është i gjallë, i përjetshmi dhe vetëm para tij unë pendohem. O Allah, o i gjithëmëshirshëm, o mëshirë madh, o shpikës nga zgjëja i qeve i tokës, o zotërues i madhështisë e nderimit, o i gjallë, o i përjetshëm, o i mëshirshëm, o dhënës i parë, o ti që nuk ka zot tjetër përveç teje. Amin. O Zoti im, unë të lutem vetëm ty, o ti që je më i afërm te unë se sa damari i qafës, o ti që hyn në mes të njeriut e zemrës së tij, o ti që je në vend shikimin më të lartë e në horizontin më të qartë, o mëshirëploti i lartë mbi arshin, o ti që asnjë sënd nuk është i ngjashëm me ty, ti je gjithë dëgjuesi e gjithë shikuesi. Ty të lutem të madhërosh Muhamedin dhe familjen e Muhamedit. O Zoti im, o më bujari i atyre që japin, o më i miri atyre që u kërkohet, o më i mëshirshëm i atyre që u kërkohet mëshirë. O Zoti im, madhëroje Muhamedin dhe familjen e tij, ndër të mëparshmit. Madhëroje Muhamedin dhe familjen e tij, ndër të mëvonshmit. Madhëroje Muhamedin dhe familjen e tij në sferat më të larta të ëngjëve dhe madhëroje Muhamedin dhe familjen e tij ndër të dërguarit mëvonshmit. O Zoti im, i jepi Muhamedit dhe familjes së tij ndërmjetësimin, mirësinë, nderimin, lartësimin dhe gradën e madhe. O Zoti im,
Unë i kam besuar Muhammedit, paqja e shpëtimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij. Dhe unë kur nuk e kam parë atë. Prandaj, mos ma privo mua shikimin e tij ditën e gjykimit. Bëj që unë të jem në shoqërinë e tij. Më vdis ndër pjesëtarët e popullit të tij. Më jep të pi prej pellgut burimit të tij të shijshëm, që të shuaj etjen e që më pas kësaj të mos kem më etje asnjëherë. Vërtet, ti je fuqiplot mbi të gjitha sendet. O Zoti im, unë i kam besuar Muhammedit, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij. Dhe unë kur nuk e kam parë atë. Prandaj, bëj që unë të shoh fytyrën e tij në xhennet. O Zoti im, komunikoj prej meje përshëndetje të shumta dhe selam Muhammedit, paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij. I plot pushtetshëm që nuk i mungon asgjë e nuk kanë nevojë për asgjë është Allahu, para çdo njeriu. I plot pushtetshëm që nuk i mungon asgjë e nuk kanë nevojë për asgjë është Allahu, pas çdo njeriu. I plot pushtetshëm që nuk i mungon asgjë e nuk ka nevojë për asgjë është Allahu, me secilin njeri. I plot pushtetshëm që nuk i mungon asgjë e nuk ka nevojë për asgjë është Allahu, Zoti ynë që ndron i përhershëm ndërsa shuhet çdo njeri. I plot pushtetshëm që nuk i mungon asgjë e nuk ka nevojë për asgjë është Allahu shumë herë. Ai jep përparësi tesbiut të atyre që e pastrojnë atë nga tëmetat e nga mangësit me mirësi të shumta para çdo njeriu. I plot pushtetshëm që nuk i mungon asgjë e nuk ka nevojë për asgjë është Allahu shumë herë. Ai jep përparësi tesbiut të atyre që e pastrojnë atë nga tëmetat e nga mangësit me mirësi të shumta pas çdo njeriu. I plot pushtetshëm që nuk i mungon asgjë e nuk ka nevojë për asgjë është Allahu shumë herë. Ai jep përparësi tesbiut të atyre që e pastrojnë atë nga tëmetat e nga mangësit me mirësi të shumta me secilin njeri. I plot pushtetshëm që nuk i mungon asgjë e nuk ka nevojë për asgjë është Allahu shumë herë. Ai jep përparësi tesbiut të atyre që e pastrojnë atë nga tëmetat e nga mangësit me mirësi të shumta për Zotin ton, të përhershmin ndërkohë që çdo njeri do të shuhet. I plot pushtetshëm që nuk i mungon asgjë e nuk ka nevojë për asgjë është Allahu, aq herë sa nuk numërohen e nuk dihen. Ai nuk harrohet, nuk ronitet, nuk zhduket dhe për atë nuk ka mbarim. I plot pushtetshëm që nuk i mungon asgjë e nuk ka nevojë për asgjë është Allahu shumë herë. Ai ekziston me qëndrueshmërinë e tij në vitet e botëve, në muajt e kohëve, në ditët e kësaj bote dhe në orët e natës e të ditës. I plot pushtetshëm që nuk i mungon asgjë e nuk ka nevojë për asgjë është Allahu vazhdimisht e me vazhdimsinë, aq sa nuk thuhet me numra. Atë nuk e zhdukin kohët, nuk e ndërpret vazhdimësia e përjetshme. I shenjtëruar nga mangësit është Allahu më i miri i krijesave. Falënderimi e lavdërimi i takon vetëm Allahut para çdo njeriu. Falënderimi e lavdërimi i takon vetëm Allahut pas çdo njeriu. Falënderimi e lavdërimi i takon vetëm Allahut me të gjithë njerëzit. Falënderimi e lavdërimi i takon Allahut. Zoti ynë është i përhershëm ndërkohë që shuhet çdo njeri. Falënderimi e lavdërimi
i takon Allahut me shumë falenderime e lavdërime. Ai i jep përparësi falenderimit e lavdërimit të falenderuesve me mirësi të shumta para çdo njeriu. Falenderimi e lavdërimi i takon Allahut me shumë falenderime e lavdërime. Ai i jep përparësi falenderimit e lavdërimit të falenderuesve me mirësi të shumta pas çdo njeriu. Falenderimi e lavdërimi i takon Allahut me shumë falenderime e lavdërime. Ai i jep përparësi falenderimit e lavdërimit të falenderuesve me mirësi të shumta me të gjithë njerëzit. Falenderimi e lavdërimi i takon Allahut me shumë falenderime e lavdërime. Ai i jep përparësi falenderimit e lavdërimit të falenderuesve me mirësi të shumta për Zotin ton të përhershëm. Ndërkohë që shuhet çdo njeri, falenderimi e lavdërimi i takon Allahut me shumë falenderime që nuk numërohen e nuk dihen. Ai nuk ronitet, nuk zhduket dhe për atë nuk ka përfundim. Falenderimi e lavdërimi i takon Allahut me shumë falenderime e lavdërime që vazhdojnë me vazhdimsinë e tij. Përhershmëria e tij që ndron në vitet e botëve, në muajt e kohrave, në ditët e kësaj bote dhe në orët e natës e të ditës. Falenderimi e lavdërimi i takon vetëm Allahut në jetë të jetëve, me përjetësinë aq sa nuk përshkruhet me numër. Atë nuk e azgjëson koha, nuk e ndërpret vazhdimësia e përjetshme. I shenjtëruar nga mangësitë është Allahu, më i miri i krijesave. Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut para çdo njeriu. Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut pas çdo njeriu. Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut me të gjithë njerëzit. Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut. Zoti ynë mbetet për herë, ndërkohë që zhduket çdo njeri. Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut. Shumë herë njësim për Allahun. Ai i jep përparësi njësimit të besimtarëve në Allahun një e të vetëm, me mirësi të shumta para çdo njeriu. Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut. Shumë herë njësim për Allahun. Ai i jep përparësi njësimit të besimtarëve në Allahun një e të vetëm, me mirësi të shumta pas çdo njeriu. Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut. Shumë herë njësim për Allahun. Ai i jep përparësi njësimit të besimtarëve në Allahun një e të vetëm, me mirësi të shumta me të gjithë njerëzit. Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut. Shumë herë njësim për Allahun. Ai i jep përparësi njësimit të besimtarëve në Allahun një e të vetëm, me mirësi të shumta për Zotin ton të përhershëm, ndërkohë që zhduket çdo njeri. Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut. Shumë herë njësim për Allahun. Ai sa nuk numërohet e nuk dihet. Ai nuk harrohet, nuk ronitet, nuk zhduket dhe për atë nuk ka mbarim. Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut. Shumë herë njësim për Allahun që vazhdon me vazhdimsinë e tij, që ekziston me përhershmërinë e tij në vitet e botëve, në muajt e kohrave, në ditët e kësaj bote dhe në orët e natës e ditës. Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut. Shumë herë njësim për Allahun në jetë të jetëve me përjetësinë. Atë nuk e numërojnë numrat, nuk e zhdukin kohrat dhe nuk e ndërpret përjetësia e përjetshme. I shenjtëruar nga mangësitë është Allahu, më i miri i krijesave. Allahu është më i madhi para çdo njeriu. Allahu është më i madhi pas çdo njeriu. Allahu është më i madhi me të gjithë njerëzit. Allahu është më i madhi. Zoti ynë mbetet ndërkohë që zhduket çdo njeri. Allahu është shumë herë më i madhi. Ai jep përparësi
madhërimit të madhëruesve me mirësi të shumta para çdo njeriu. Allahu është më i madhi, shumë herë më i madhi. Ai jep përparësi madhërimit të madhëruesve me mirësi të shumta pas çdo njeriu. Allahu është më i madhi, shumë herë më i madhi. Ai jep përparësi madhërimit të madhëruesve me mirësi të shumta me të gjithë njerëzit. Allahu është më i madhi, shumë herë më i madhi. Ai jep përparësi madhërimit të madhëruesve me mirësi të shumta. Zoti ynë i përhershmi, ndërkohë që do të zhduket çdo njeri. Allahu është më i madhi, shumë herë më i madhi. Ai sa nuk numërohet e nuk dihet. Ai nuk harrohet, nuk ronitet, nuk zhduket dhe për atë nuk ka mbarim. Allahu është më i madhi, shumë herë më i madhi, që vazhdon me vazhdimsinë e tij. Mbetet në përhershmërinë e tij, në vitet e botëve, në muajt e kohrave, në ditët e kësaj bote dhe në orët e natës e ditës. Allahu është më i madhi në jetë të jetëve. Ai sa nuk e numërojnë numrat, nuk e zhdukin kohrat dhe nuk e ndërpret përjetësia e përjetshme. I shenjtëruar nga mangësit, është Allahu më i miri i krijesave.